Partia Socialiste VOIDE përmbylli vitin 2025 me aktivitet festiv që bëri bashkë strukturat, mbështetësit dhe drejtues të saj, duke përcjellur urimet për një vit të ri sa më të mbar për të gjithë shqiptarët. Në fjalën e tij përshëndetësi kryebashkiaku Kristian Shelin vlerësoi kontributin e secilit duke theksuar se rezultatet dhe arritjet e vitit që po mbyllet janë fryt i bashkëpunimit të ngushtë me struktura politike dhe komunitetet e zonës. Atëherë ky vit që sapo mbyllim, siç e dini, ka pas shumë sfida, shumë probleme, shumë halle, por ka pas edhe shumë punë të mira. Besoj që kena ba shumë punë të mira për komunitetin tonë. Gjithashtu dhe në vitin që vim do të ketë prapë shumë punë të mira që do të bëjmë, sepse na parashiku rreth 6 miliard investime për territorin e bashkisë tonë. Unë nuk po zgjatem më shumë për punë që kena ba, por du m'juru secilit për jush, gëzuar për shumë vjet. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja dhe kaloshi sa më bukur sonde dhe shumë faleminderit për mbështetjen dhe respektin tuaj. Shumë faleminderit. Festa u konceptua si një moment falënderimi dhe mirënjohje për punën dhe angazhimin e vazhdueshëm të strukturave të Partisë Socialiste përgjatë gjithë vitit.